I tanishëm është një rrëfim personal mbi disiplinën, dashurinë për sportin dhe transformimin që ndodh kur jeta të vendos përballë sfidave. Është historia e një vajze që u rrit me sportin, e një sportisteje që u përball me një provë shumë të rëndë shëndetësore në një nga vitet të trazuara globale, e një gruaje që e ktheu dhimbje në mision. Nga sportiste në paciente, nga rikthim në trajnere, një udhtim që dëshmon jo vetëm për fuqinë e trupit, por mbi të gjitha për forcën e mendjes. Iliriana Idrizaj. Faleminderit. Faleminderit që të kemi në studio sot dhe që je qershia mbi tort e podcastit ton numër 1. Je e ftuar rajon. Eda më është dashur shumë kohë për ta bindur, Ashtu, për ta rrëfyer historinë, sepse unë nuk e dija. Ajo thjesht unë ushtrohem tek Iliriana. Ili ose Zysha i them unë ndryshe. Më vjen të qesh kur thua Zysha sepse nga që ti je Zysha po në çdo moshë kemi çfarë të mësojmë zemër. Vërtet. Dhe unë e adhuroja për mënyrën se si punonte dhe një ditë prej ditësh e pyes si ka lindur dëshira për qenë Zysh Pilatesi dhe më tregoi një foto. Dhe këtu duat i thash do vish ta rrefesh në podcast Labirint në Trumë. Çfarë foto ishte? Gjoj tha unë nuk e kam, ajo ishte do me thënë jam drithëruar, gjithë pjesa e trupit tim nga maja flokut e maja thojt është dridhur kur e kam parë atë foto. Pra kjo vajzë e bukur që shohim Kjo vajzë e bukur një gjë që ka kaluar dhe që i thash do vish ta rrefesh, tha unë se kam folur për askënd në jetën time. Për ty do ta flas, por ne nuk do flasim vetëm për këtë gjë, por do e nisim me këtë histori. Ne tani mezi po presim të dëgjojmë Iliriana. Atëherë unë ju falenderoj shumë. Qershia mbi tort është kënaqësi për mua, ndoshta ajo aq shumë sa e kuqe sa i di sot, po e vlerësoj shumë. Me Join këtu jemi tashmë ne konsiderojmë me kesh, pavarësisht se rrugtimi jon edhe marrëdhënia jon ka filluar profesionalisht. Ajo si Zysh në fushën e saj, unë tashmë si Zysh në fushën time, dhe këtë titullin po mundohem të adaptohem. Po mundohem të adaptohem dhe ta mësoj veshin me Zyshën, sepse un kam një vit e gjysmë që jam officially Zysha e Pilatesit, e wellnessit dhe e dashurisë për trupin. Vi nga një background ish sportiste, ish volejboliste dhe un jam rrit me këtë disiplinë dhe për mua kjo nuk është rasti, por është mision dhe destinacion. Pra të ndihmoj disiplina me të cilën je rritur, për dal tek absolutisht, për dal tek pyetja e parë edhe ajo më thelbësorja pse un jam këtu edhe pse mendoj që me këtë histori as pak të vetë viktimizohen, por vetëm të individuale, por të frymëzosh, vetëm të frymëzoj dhe të inspiroj në marsin e grave. Është një sfidë e vërtet, po fizike. Më fal Lili, sepse ti gjatë gjithë marsit që ta kërkova unë, se kjo është java e parë e prillit. Nuk na erdhe. Ti disa grave që ti referova unë nuk e bërë edhe ushtrime pa pagesë. Patjetër. Duhet ta vlerësoj që ti marsin ma konsiderove si dhuratë për podcast Labirint. Absolutisht dhuratë edhe dhuratë edhe çdo seancë që bëjmë me çdo grua, që inshallah motivohet për me vazhdu këtë rrugtim. Ti vazhdo dhuratat. Po pse jo? Dhe për të rënë shkurt, historia ishte kulmoi në 2020, por nuk filloi në 2020, ishte një histori që kishte nisur në adoleshencën e hershme, me ato uljet e ngritje, transformimet që ka trupi çdo vajzë, çdo gruaje, dhe ti në rritjen e sipër nuk e kupton fakt. Nuk merr seriozisht, nuk e di fiks çfarë po ndodh, çfarë dinamika është dhe mendon që është proces rritjeje. Siç çdo aspekt tjetër biologjik edhe anatomik që ndodh në trup. Unë diagnostifikova, por edhe familja ime, por nuk është se ne e morëm shumë seriozisht deformimin në shtyllë kurrizore. Pasi unë me sport merresha, mirë nihesha, aktive isha. Për të rënë shkurt në ca analiza rutinë që bëj në 2020, qëllon pak para pandemisë, unë diagnostifikohem dhe shoh që kjo deformimi apo skoloza idiopatike që quhet, kishte shkuar në grada pak jo të perceptueshme dhe kishte arritë edhe të deformonte edhe organet tjera të trupit, të brendshme, që unë se kisha kuptuar. Apo më saktë kisha deri diku injoru, duke shkuar mbi kapacitetin tim si njeri. Duke thënë që unë doja dalës, nuk më mund të shajë. Mos është diçka jo e mirë dhe e shëndetshme që e kemi ne absolutisht shqiptarët që e shmangin dhe jo, nuk ka të bëjë me mua, nuk ka të bëjë.
shumë e vërtet dhe prandaj edhe kjo është edhe një arsye pse prap jam këtu, edukimi. Dhe pse do ta thuash për të tjerë që ti motivosh dhe ti shtysh që. Po, sepse edhe statistikisht edhe shkencërisht kjo po rritet dhe dita ditës përqindjet janë rritur goxha me këtë lloj çu se do të quaj sëmundje apo anomalie, sido që ta konsiderojmë. Ja vjen kjo nga kjo ka disa arsye, Eda, mund të jetë edhe gjenetike, adoleshenca i njeh këtë lloj deformimesh, po dhe mund bëhen shkak shumë arsye, mund të jetë pak gjenetike, pak qëndrimi, pak shfizat e jetës varet, duke se ka një shkak të saktë që bën këtë. Dhe unë në 2020 vendosa me urgjencën e doktorit në Turqi që të nënshtrohem operacioni që e kisha shmangur aq shumë. Dhe për arsye se thoja, a do rikuperohem mrapa, a do vazhdoj jetë cilësore mrapa dhe a do vazhdoj të jem aktive siç pretendoj të jem. Unë këtë nuk e dija, ti u operova. Dhe operova dhe ajo foto që ki pati gjoj është në fakt gjatë operimit, dhe unë atë në përgjithësi e them kur nuk du të flas, sepse njeriu kur flet ka tendencë të zgjatet një dhe të emocionohet dy. Dhe një foto në herë flet më shumë dhe me ty e kisha krijuar atë marrëdhënie. Dhe mu desh shumë kohë për të bindur, edhe më the unë vetëm për podcast Labirint Truse nuk do e rrefeja këtë histori, por po e rrefej për të motivuar. Absolutisht. Dhe ky është edhe misioni i podcast Labirint në Tru. Ky është misioni dhe këtu nisi edhe rrugtimi im, në fakt, sepse mas operimit dhe mas fazës rikuperimit që zgjati dhe nuk ishte as pak e lehtë, as psikologjikisht, pas fizikisht. E vetmja lehtësi që kisha me veten time ishte se Zoti më kishte dash fort, një që ja kisha dalë mirë, 6 orë operacion, dhe 2, po bllokohesha një periudhë që gjithë bota u blloku. Pra një sportiste që blackout komplet. Isha në Shqipëri, e bëra në Shqipëri. Ku e bëra operimin? Në Turqi, u ktheva në Shqipëri 2 javë pak para se të plasë pandemia. Dhe më besoni, asnjë nga miqtë e mi dhe afërmit e mi nuk e ka ditë ç'po kaloj, sepse të gjithë si fat që të zuri pandemia në Shqipëri. Po, 100% psikologjikisht më ndikoi shumë mirë, sepse unë duke qenë se duhet të shoh, të eksploroj dhe ta mendosh që bota vazhdon. Dhe unë mos ta bëja dot, për mua do ishte shumë e rëndë. Të ka ndihmuar optimizmi edhe në gjithë curinë e ngjarjeve të tua? Po, më ndihmoi besimi. Zoti më ka dash shumë në momentin që po rrefeje. Besimin Zot edhe më ndihmoi familja ime. Shumë bile. A patë një moment që the që kjo smundje nuk do më lejë të kthehem në sportiste më kurrë. Normal. Dhe në fakt, sa kohë tu desh të riparoheshe? 6 muaj të para ishin si dhe vërtet. Nuk lëvizje? Lëvizja shumë pak, baby steps. Imagjino një sportiste që nuk lëviz. Ajo është sfida e vërtet, me thënë drejtën, dhe ajo është pyetja Gjojit është shumë e mirë, sepse realisht mendova doktori apo më thotë tamam, a ka shku mirë realisht, sepse unë çosha në kam dhe nuk arrija dot me shku deri në banjo dhe mendova. Një njerëz zgjuar gjithmonë dyshonte ato që thot doktori. Po, sidomos overthinking. Por kam pas gjithmonë babën krah, gjej rastin se ai do e ndi këtë podcast. Patjetër. Me përshëndet shumë fort. Ka kanë aty një divan si aq i vogël dhe më ka pa çdo lëvizje. Dhe në momentet e mia më të vështira dhe më ka thënë nuk është muhabet ky, normal që do rikthehesh. Dhe vetëm kur nisha atë unë e besosha dhe ashtu nolli në fakt. U riktheva, ju riktheva vrapit,